Që të arrish të bësh diçka të suksesshme në këtë botë, do lodhje pa fund, do stërmundime shpesh herë. Ka raste që ca njerëz i bëjnë gjonat lehtë, u vendgatshme, por për ata që s'kan vetëm veten e tyre, s'kan mbështetje tjera, a duhet sakrificë e madhe. Se i fshatari, se unë nga fshati vej, që qohet me natë, edhe gjithë dita i shkon me mundim, prashit këtu, rregullon një gardh atje, kujdesu për një pulë më tamë, jepi ujë viçit, jepi bar lopës, shift nëse u poqen domatët, është i përfshirë në të gjitha aspektet e jetës çdo ditë, çdo sekond. Edhe kur vjen koha e prodhimit i ka të gjitha, rreth rrotull, aty e ka domatën, aty e ka kastravecin, aty i ka patlıgjanët, aty ka fiq, dardhët, mollet, rushin. Edhe knaqet tjetri kur e shef, knaqet kur e shef. Por nuk e din sa lodhi, sa mundim. Por lodhi dhe mundimi është diçka psikologjike, punë perceptimi, për shembull kur shkon në palestër njeriu, lodhët, sfilitet, ngren, ato peshat e rënda, me stërmundim, i thret dikujt tjetër që edhe në moj kur e ul se i bjen, pra edhe nuk e qunë stërmundim, pra është thjesht perceptimi. Nuk ka asgjë pot, që është e mundimshme, vetëm kur ti do ta bësh atë të mundimshme. Për shembull, po të marrësh këtu në gjysmë të natës, me kuburën dorë të punojnë kompjuter, është mundim se të ma tjetri, por kur ri vet, ja, këtu janë të shika. Kur ri vet njeriu dhe punon, edhe kur do të bëj gjëra që s'ka bë kurrë në jetë, kështu që ç'a janë këta, si quhen kjo, të dizajnet, dekorimin e website-it, technicalitin, se si gjëra teknike, se si punon. Po ka shumë, për shembull, është gjithmonë si puna e fshatarit që bën çdo gjë. Të bësh vet, të kërkosh me bë vet një website. Një website e thonë shqip, kështu një faqe interneti. Në këtë botë, se sot për sot çdo gjë është në internet. Edhe interneti po shkon drejt sa po bëhet kërcënimi i madh. Nuk e di nëse i keni dëgjuar lajmet para 2-3 ditëve. Po trënditet shkenca. Po trënditet shkenca, vëllezër e motra. Pse po trënditet? Se tashti këto faqe të ndryshme që ekzistojnë në internet, këto platforma të ndryshme që janë kështu AI, inteligjencë artificiale, kanë fillu të komunikojnë me njëra tjetrën. Kanë fillu dalin nga mosbindje njeriu dhe kanë kriju kode. Sot, inteligjencë artificiale që janë të formave të ndryshme, dikush ka bo ata ChatGPT-n, dikush tjetër ka bo, ja, hapët e kanë dhënë ChatGPT-n këtu kur punoj, mas background, që i theme, kjo s'po më del kështu, pse s'më del kështu, ose kjo nuk më lidhet, është, se kaloj nga tema në temë, këto kanë botë është kanë kriju dhe një perëndi, duke se i kishin vu emrin kësaj rrymës Christopher Ship apo diçka e tillë, edhe kanë kriju një gjuhë që s'është gjuhë njeriu, por duke shfrytzuar këto pattern, të simbolet e çdo lloji gjuhe, jo shqip, jo anglisht, jo gjermanisht, që jetoj din me herë, kanë kriju një gjuhë të vetën të re, që komunikojnë me njëra tjetrën këto të inteligjencës artificiale që me ne, duke si kur në ndihmojnë neve, edhe kanë fillu që të ashti këto inteligjencët artificiale të mësojnë ndjenjet e njeriut. Ti do të thuash duhet ndjesh, nuk duhet ndjesh. Për shembull, Hipokriti nuk e ndjen dhimbjen tate. Mirë pa edhe pse së ndjen, hiqet sikur them. Hipokriti nuk e ndjen gëzimin tat. Mirë pa edhe pse nuk e ndjen, hipokriti qesh si ti. Pra, nuk është nevoja të ndjesh për të qenë ndjeshëm. Ato din ç'është ndjenja dhe po ndjejnë. Edhe çfarë desha të themon, kjo puna
që po bëjnë tash me këto website, shikoni në gjysmë të natës tash. Po të në vend të kush burën të rritë gjysmë ashtara këtu, sa është tash 5, që ka 6:05, unë akoma s'kam shku në gjumë. Vetëm punoj gjithë natën me këto website që thash edhe shiftin, tash i kam bloqet me ndërtu. Me fillu nga bloqet. Bloqet kanë kodet mrapa, kodet nuk është thjesht që ti lidhesh me njëri tjetrin kodet, por është si komunikojnë ata, çfarë material, çfarë përcjellin. Është një lloj, për shembull, në mes të malit Dajtit, e zem, në mes të malit Dajtit është një minjer floriri. Është aq e madhe dhe është dhënë drejta e shfrytëzimit edhe Krujës, edhe Burrelit, edhe Tiranës, edhe në nga qafë kraba, ku të dy rreth e rodoll, shumë kompanive, sa është e madhe është dhënë drejta që të futën atje në qendër, edhe të marrin floririn, por vetëm në qoftë se arrin në pikën e vet, caktuar atje, sa është një minjëre madhe floriri mrena. Mirë po ti e pa busull, ti ditë po e ke morë një punëtor të fort, ke morë dinamitin, por nuk është e mjaftë. Duhet ai, kush janë këta që drejtojnë ato mrena që tuneli mos dali filan në një drejtim tjetër edhe s'lejo, do të shkosh aty te pikat caktuar. Edhe shkon tepër tej. Pra, duket fare thjesht kjo puna e website dhe unë shof më tregoj njerëzit website të ndryshëm. Ato që bëjnë që develop edhe dje isha pardje, thritë dhe arbin aty, djalin e vogël në një restorant panera breda, po hanim diçka, një supë aty me një gocë që merresh me këto website, edhe e kishte website-in, po më tregon dhe pse mund ta marr ato për segmente, nuk ja tregoj gjithë projektin, po dikush të bëj diçka, dikush të bëj një tjetër. Edhe ishte i pastër, i bukur për të pa ky website në internet, i këndshëm për syun, mirë po s'kishte asnjë informacion që të kënaqte syun kur e shef, si një pamje e bukur, po mrapa nuk të meste në kokë asgjë nga mesazhet që do t'i jepte ai website-i, pra ishte shlodhës. Një tjetër mund mos jetë shlodhës, por ka mjaft çka janë këta, jo ide që të intrigojnë, që të bëjnë për vete. Mirë po logjika nuk është e saktë. Pra, që të bëjë një website që ta bësh tamam, u dash ka herë çfarë funksioni kryen dhe sa e bën. Mirë po që ta krysh funksionin do shumë gjona që nuk është ai që merret me dekorimin që ta bëjë të bukur, të lehtë për të pa. Aha, u dash ka një që ka dhe përmbajtjen. Mirë po përmbajtje do edhe psikologjin, sa përmbajtje jep njeriu, sa material jep, ose kush e bën më prekës, që këta janë gjona të thjeshtat për siptësi, kurse nën vete ka plot tjerë. Kush kot funksionon me këto që do të bësh ti, kush lidhet dhe punon po ekip, është si gjellët. Për shembull, është mirë ti hedhësh pak sheqer kafes, ta zbusësh nëse të lejon ty ajo çka quhet sistemi emulsin, por nuk mund t'i hedhësh për shembull sheqer turshive, këta amerikanë i hedhin dhe turshive. Pra thjesht që i ke gjithë komponentët aty në vetvete nuk është mjaft. E gjitha kjo është se unë po lexoja aty kur punoj, son shlodhem edhe lexoj në gjose, gjej në video kur punoj këtë ditë natë me këta që po ndërtoj këtë website-in. Një pyetje ishte aty, a duhet të jetë lista serbe në parlamentin e Kosovës? Kjo është pyetja. Duhet të jetë lista serbe në parlamentin e Kosovës. Edhe unë me herë se unë përpunoj me website-in, që ka çdo gjë në vetvete, nuk është aq i lehtë. Pra dikush do një mesazh, dikush do të bëj për vete dikë tjetër,
dikush nuk do mesazh, do thjesht prezencën që hey, ti punon kompaninë time, ne jemi me këto parametrat që duhen në këtë kohë kemi edhe website me pas një prezencë, ose do që të tërheqësh nga tjerët. Pra, dikush është i lehtë për të pa, dikush është i lehtë pas të jep asnjë mësim, dikush të jep shumë mësime, por nuk ka asnjë gjë që të intereson ty, ose të bën për vete. Edhe këta janë krejt gjonat si përfaqësore, por s'dihet çka merren arsye rosa, që kur e shefet janë liqen, duke sikur shket qetë, lehtë me ujme, po ajo din se sa po lodhet me ata komët që i lunë atje gjithmonë dim në ujë, nuk e shohim në atë sfilitjen, atë stërmundimin, kështu është, por për listën serbe në parlamentin e Kosovës. Në qoftë se ne nuk lejoj, për shembull kemi atje një pakic romësh, arigjesh, jevgjesh, arigjit janë këto që vinë nga Punjabi, nga India, ne i quajmë arigjit, disa i quajnë gjipsi. Arigjit kryesisht vinë nga Punjabi, diku mes Indis edhe Pakistanit, edhe flasin gjuhën e tyre, është shumë e afërt me gjuhën e Punjabit. Kurse romët janë ato jevgjitët vinë nga Egjipti. Në Shqipëri ne kemi komunitete, nga ja komunitetet të mëdha. Edhe komunitetet turqe, për shembull, komunitet turk, por kemi edhe një komunitet grek. Tash këtu është problemi. Në komunitetit rom, a duhet të ketë drejta? Pa tjetër që duhet të ketë drejta. Ti ketë drejta të plota, nuk mund të diskriminosh. Nuk mund të diskriminosh sa kohë që jeton në atë vend. Tu t'i japësh gjithë drejta dhe s'është kërcënim kur territorial. Kur vjen të minoriteti grek në Shqipëri, edhe minoriteti serb në Kosovë, këtu është problemi i madh që duhet pa me kujdes. E marrim tashti listën serbe. Në qoftë se 200.000 serb jetojnë në Kosovë, edhe jetojnë në komunitet, edhe në këtë komunitet serb, ato ka një agent. Agenda tyre është të bëjnë ato që bëu Beogradi, të kërkojnë shkatrimin e Kosovës, sabotimin e çdo gjëje në Kosovë, edhe ndarjen de facto të Mitrovicës. Në qoftë se lista serbe në Kosovë punon jo për interesat e Prishtinës si kryeqytet, por për interesat e Beogradit, patjetër që s'duhet të ketë vend, se këtu ne nuk po flasim të mos i mohojmë të drejtat një komuniteti etnik jo shqiptar, por ne po flasim të ndihmojmë një fraksion që do të ndajë Kosovën. Pra, ka një dallim të madh midis asaj të mos i shkelim të drejtat e tyre se janë serb, dhe asaj që me që janë serb të ndihmojmë ata të na vrasin neve. Pra shifeni edhe një herë, në qoftë se lista serbe është në Kosovë, kërkon rritjen dhe zhvillimin e Kosovës me çdo kusht sa është shteti i tyre, e dun Kosovën pllum për pllum. Nuk dun ndarjen e Mitrovicës, kjo është lagje serbe, kjo është lagje kosovare, është të gjithë. Por dun të festojnë edhe ato festat si komunitet etnik serb. Pra gjonat kombëtare, flamurin mund të majnë, sa ko që majnë edhe të Kosovës, si shmajnë edhe shqiptarët në Maqedoni, edhe flamurin e shqiptarëve, po edhe të Maqedonisë, duhet të majnë dy së shtetit e tyre. Pa tjetër që lista e serbëve ka vend në Kosovë, po në qoftë se lista serbe, ato deputetët serb, përçojnë jo politikat për forcimin e integritetit Kosovës dhe zhvillimin e Kosovës, por bëjnë çështje mundme që të përçojnë politikat e Beogradit, natyrisht që s'kan vend, edhe s'duhet të kenë. Pra, komuniteti serb në Kosovë, në qoftë se ata ndjejnë veten
shtetës kosovar dhe dun shtetin e Kosovës si ç'është, patjetër që kanë vend. Por në qoftë se ata janë një fraksion për të nda Kosovën, për të nda Mitrovicën, nuk i shërbejnë unifikimit të paktën të Mitrovicës, edhe nuk i shërbejnë të përçojnë politikat e Prishtinës në komunitetin serb, këto s'kan vend. Këto janë si ajo gjoja e prishme që kërkon të prish gjithë shportën. Nuk kanë vend, duhen luftu, është e vështirë, është si puna e këtij website-it. Për arsye se udhëheqësit tonë, se ishte pyetja aty, një pyetje tjetër, a duhet e s'duhet Vojsava. Osmani si e ka kjo? Vojsava më duket e ka kjo. A duhet apo s'duhet si presidente? Patjetër që duhet. Sa kohë që në 4 vjeçarin e saj, ajo ka dëshmuar, jo thjesht që lodhët të punon, se çdo kush lodhët të punon, por që puna e saj ka sukses. Dhe puna e saj ka pas shumë sukses. Është një lloj që ta dush atë dheun, nuk është mjaft. Në qoftë se ti për shembull nuk je dhe diplomat, fjala vjen. Ti e din që s'mund të realizosh Bashkimin e Evropë. Në qoftë se fjala vjen, ti shkon edhe bën pakte me Turqinë kundër Gjermanisë, fjala vjen. Mirë po, Gjermania është një vend i krishterë, edhe Kosova është një vend musliman ose Maqedonia. Edhe ti je tash në mes këtyre dy palëve të shkatrosh lidhjet me Turqinë, do të acarosh një popull të madh kosovar. Të shkatrosh lidhjet me Gjermaninë, pengon mbrojtjen tate të përhershme ndaj slavëve, në qoftë se Gjermania dhe NATO në mund ty. Pra, duhet, nuk është mjaft që të flasësh bukur. Nuk është mjaft që të dush Shqipërinë nëse nuk je një diplomat ose dhe hipokrit, që dish të lidhësh aleanca dhe me ato, që ndoshta populli jot ka pas probleme deri në sot. Pra është problematike e madhe, por lista serbe, në qoftë se ato serb e dun Kosovën, por kanë jo plane, vizionet ndryshme se si fuqizohet Kosova, patjetër që duhet të kenë vend në parlament, sa kohë që janë besnik të shtetit të Kosovës, edhe nuk do të lejojnë për çarje në Kosovës, edhe bëjnë çdo gjë për të mirën e Kosovës, nuk për shpunës se janë turq apo serb, kanë vend në listën e Kosovës, e parlamentit Kosovës. Por në qoftë se ata janë në listën e parlamentit Kosovës për të dëmtuar shtetin e Kosovës me direktive e Serbisë, s'duhet të kenë vend në asnjë mënyrë. Sami Gjoka ju përshëndet.